këta persona, këta pacienta, këto simptoma i kanë të shprehuna më shumë natën kur flen, apo në mëngjes kur zgjohen me gojë të tjerën ose me problemet të tjera? E pyetni pacientin, i thoni, a zgjohesh i lodhun, a i pushon? A bjen i lodhun? Se e din se bjen i lodhun, dita ka qenë e gatën, kupton, po a zgjohesh i lodhun, a i pushon? Edhe i thot, vallaj doktor, i lodhin, ma i lodhin ju më qu se sa ju më ra. Mund t'jetë alarm nëse jeni vëmendshëm për juve, nëse keni kohë të merreni me pacientin, pra nëse nuk keni 2-3 vet, 5 vet, 10 vet të dera që ju presin për me kry, nëse jeni të vëmendshëm mund të mendoni, po mund t'jetë ndoshta një prej shenjave të para, o zgju i lodhun. E pyetni mandej përmes qaru këtë muhabet, e pyetni, okay, a ki stres? A ki stres? Stresi gjithashtu e ndihmon këtë problemin e diabetit. Ki stres? E thot, jo, në rregull, nuk kemi streset përditshme, po jo diçka serioze, aha. Okej, po hajde pse mos mendojnë atë që ndoshta mundet është rezistenca në insulin, sepse trupi është i lodhur. Një prej shenjave të para është lodhja e parësyeshme. Lodhje pa nevojë. Po. A është edhe për gjumje? Po tani nëse jeni zgjuar lodhun, nëse jeni zgjuar lodhun, brenda ditës që ajo mungesë e energjisë do të shfaqet dikund. Edhe ju dikund mas orës 1-2, dhe të vendosni të hani buk, mos harroni tretja ushqimit i ngrehë dikund 40 deri në 50% të gjakut. Edhe ju do të jeni të lodhur, është normal, sepse veç procesi i tretjes ushqimit harxhon energji. Për me u bë këtë edhe më të kapshme, vinë shumë prindë, se vinë edhe fëmijë vogël, pacienta tek neve, dhe thonë, doktor, fëmija është e smut, po nuk hanë kur gjo. Edhe ti tash mundesh me i thonë 2 zgjedhje. Qysh nuk hanë, me u mërzit, hala më shumë prindër, ose me i thonë çdo që ju thash unë juve tash. Procesi i tretjes është konsumuesi i energjisë. Edhe normal është mekanizmi automatik është që nuk leja i shfrytëzon ato rezervat që i ka kriju trupi më herët, i shfrytëzon ata, sepse gjatë kohës smundjes, gripave të sezonale ose kujtune, duhet të luftohet smundja, e jo të përqendrohemi në tretje. Në tretje, po.